Faleminderit, zoti kryetar. Edhe fakti që nismëtari nuk i përgjigj dot pyetjeve të zonjës Tabaku, nuk arriti dot të japi përgjigje, tregon që po, i ka vënë emrin një propozimi, po se ka idenë se çka ka propozuar. Kjo është bindja ime. A e bën kjo ilegjitim propozimin e tij? Jo, mbas kushtetutës rregullore së kuvendit ka gjithë drejtën e zotit t'i vë emrin poshtë çdo letre që i sjellin dhe këtu ta fusin procedurë parlamentare. Flet për ndryshim strukturor dhe arkitekturë çrbime, flet me fjalë të përgjithshme ashtu sikur të relacione, po ne më bindu që se ka idenë fare konkretisht se për çfarë bëhet fjalë, edhe qeveria që do duhet të na sqaronte për këtë punë, zgjodhi të heshtë dhe mirë bëri që heshti, më mirë i lihet në dorë thuan sa gjëra një profani, se sa një profesionist ka shumë më të vështirë. Domethënë thotë sa gjëra që s'qëndrojnë dhe që nesër t'i përmendin. Shqetësimet, siç u tha pronësia mbi të dhëna thotë mbetet tek akshi, e shifsha dhe në relacion. Pronësia mbi të dhënat mbetet tek akshi është më ngjan me atë njoftimin për shtyp që nxori qeveria kur sulmuan sistemin iranianët. Iranianët nuk kishin marrë, nuk na kishin bllokuar, as kishin marrë, na kishin lënë ne akses ke sistemi, kishin marrë çka kishin dashur, do të thotë që të dhënat shumë kritike dhe sensitive që duhet i ruante shteti, tash nuk i kemi vetëm ne, po i ka dhe armiku. Po ne i kemi, të paktën na kanë lënë akses. Kjo është treguar zemër mirë armiku. Të thuash sot që mbeten në pronësi të akshit mbeten dhënat, po i ka iraniani, po t'i nxjerr sa herë ka qef, ti marrin t'i nxjerrin çdo gjë që e kemi sensitive, çdo të dhënë që qytetarët e kanë besuar shtetit. Ti nxjerr iraniani online, jo se kishte një problem të madh, s'kam asnjë problem me faktin që i marrin dhe i publikojnë, se i kishin përpara iranianëve, i kishin patronazhistët. Ka dalë kjo ka shku deri në Strasburg, kjo histori, të dhënat e këtij shteti që duhet i mbante akshi, që ne ja japim shtetit pikërisht për të shërbyer, jo për të na shantazhuar për qëllime vote. E do japin dorë patronazhistëve, po që të na kryet na jap sa shërbime, nuk janë në atë destinacion, janë në destinacion tjetër. Kështu që dhe nga kjo pikpamje thuash ndryshim strukturor dhe i arkitekturës, nuk e ndryshuar as strukturën, as arkitekturën, sepse mbetet në vendim gjykate, një grup i strukturuar kriminal, nga këtu nuk ka ardhur njëri të paraqitet, me vendim gjykate po hetohen për grup i strukturuar kriminal. Tani, në gjithë të vërtet madhe publike, thua që po të zgjidh 4 pika ndryshime, 5 pika ndryshime në ligjit, paragrafi 1, paragrafi 2, neni 1.7, neni 27.2, neni 47 nuk është më kështu, dhe kështu e ndryshojmë gjën, dhe përmirësojmë në qeverisjen elektronike, unë jam i bindur që ashtu se besonit. Aty ku ka një grup strukturuar kriminal, nuk diskutohet me ndryshime të vogla ligjore, ndryshon pika 1, dheja bëhet ose presja kalon nga këtu, shkon tek paragrafi 2, nuk shkon ajo punë. Çfarë ka ndodhur? Gjysje kishte, gjysje ka. Tek zyra gysit bëhet 2 milionë euro, bëhet 4, bëhet edhe 8. Para apo pas verës 33.000 euro, ajo është histori tjetër, dhe nuk na intereson shumë. Ka vetëm një gjë, tash gysi që kishte 100%. Në mënyrë informale ka ajo zyra vetë private, tash ti e ka edhe formalisht. 51% e ka sepse ka përmes shtetit, sepse është drejtuesi politik i Partisë Socialiste, ndurës akoma sot që flasim. Ka një funksion të rëndësishëm. Politik në partinë pushtet. 49% e merr si privat. E tash i krijohet dhe me ligj kjo. Kjo se ndryshon as pak faktin që akshi mbetet në duart e një grupi të strukturuar kriminal, gjysma kërkim, gjysma mburg, gjysma në arrest, gjysma që po vjen, pjesa tjetër që po vjen, që po më në fundi i zëvendësuan. Po atë fat do të ketë se brenda janë dhe ata në dosje, në një mënyrë apo në një tjetër. Kështu që ndryshimet e sot me ligjore nuk sillen as makazh nuk bëjnë dot. As makazh nuk bëjnë dot. Sigurisht që mund t'i duhet po këtij izraelitit të ri që kanë sjell për të bërë sa të pa bërë atë, marrë edhe ca lek, ose të marrin përmes izraelitit, të marrin ca lekë është prestanome, dikujt tjetër pak rëndësi ka kjo punë. Në thelb është gysi, është izraeliti. Apo kush është? Androj Mirlinda, as ndroj Mirlinda, Androj Belinda, as ndroj Belinda, mbetet një grup i strukturuar kriminal. Ato i kanë dorë të dhënë, ato kanë dorë qeverisjen elektronike, siç kanë dhe qeverisjen jo elektronike, mekanike. Të këtij vendi, nga Tropoja deri në Delvin, të kapilarizuar në çdo strukturë, në çdo qelizë të jetës politike institucionale të vendit.
Për këto arsye, sigurisht që vota jonë do të jetë kundër, në parim në tërësi dhe nën për nën. Ju falemnderit.